Si është raporti mes nuseve dhe vjerave? Raporti është shumë i mirë, sepse vjera, unë jam vjerë vetë, do të nxjerr mësime nga e kaluara ime dhe më të bukurën do ta paraqes ke nusja ime. Gabimet që janë bërë me më ose të mirat, do të bëjsh akoma më shumë për nusët, po sot dhe si shoqe shkon mirë. Kush e ka fajin zakonisht, nusja apo vjera? Tani përgjithësia vej nusës, po deshe djalën, nuk ke punë me nusën fare, marrëdhëniet duhet të jenë sinqerta, po pate komunikim është kryesori. Komunikimi është baza. Po djali çfarë roli luan në këtë marrëdhënie? Po, djali është i imi, edhe sikur, edhe mirë edhe keq, djali është i imi dhe Duhet mbaj anën tuaj. gjithmonë nëna fal ke djali vet. Nësa ke nusja nuk fal, prandaj raportet do të jenë mos arrisësh në kulmin. Domethënë vjera do të jetë e përmbajtur. Anën e kujt duhet të mbaj djali? Patjetër të nusës. Patjetër të nusës, ajo dihet, po dhe nëna ka rolin e vet, domethënë kryesore, sepse familja që krijon çdo njeri është familja bazë. Ajo që krijohet është njëshi. Ndërsa nëna do respektu pa diskutim se i ka bë kokën, po çdo njeri thotë nëna ime. Prandaj raportet janë, domethënë mirë kuptim. Kaq.